Nikola, unë thash këtë gjë, qytetarit shqiptar që në ndjek, që ta kuptoj dhe ai se ku është problemi që paguan sot çmimin 214 lek dhe më shtrenjtës që paguajnë gjithë qytetarët e tjerë europian. Dhe thash, e para është nuk kemi treg të lirë në këtë sektor, kemi një oligopol, ku duket... Kush e ka caktuar që është oligopol? Kush e ka thënë që është oligopol? Ta sqaroj një herë unë këtë që ta kuptoj dhe një herë qytetarit shqiptar, që ajo që oligopoli do prova. Ti duhet thua që janë 3 kompani. Si ka mundësi që çmimet rriten të gjitha njëhershi dhe kur ulet çmimi jashtë, me që ngrem këtë si shqetësim, që ngritet çmimi jashtë, ai autoritet që kontrollon vendosin vertikale dhe horizontale të çmimeve është autoriteti i konkurrencës. Ka hetuar 5 herë në 5 vite të ndryshme dhe nuk ka gjetur as oligopol as monopol. Si bëhet? Zakonisht oligopolet dhe monopolet shkojnë shumë mirë me monopolin më të madh që ekziston që është shteti. Kjo është merrni qeverinë që ta ishte autoritetin, se ishte tani, unë po i thosha këtë gjë të thjesht qytetarit shqiptar. Para është që nuk kemi treg të lirë, duket nga elasticiteti asimetrik i çmimit, rritet tek të gjithë. Këta është si të ngrem neve krijojmë një kompaninë e bashkë, këtu ose ne jemi furnitorët më të mëdhenj të bukës, bëjmë dakord të gjithë dhe rrisim çmimin nesër gjithë së bashku. Shteti i bëhet mirë për këtë, shteti është karteli kryesor këtu është mirë, sepse merr taksa më shumë, kështu që ky është e para. E dyta janë taksat e shumta që merr shteti. Shteti dhe unë, Nikol. Qeveria, jo shteti, burse ngatroni, koncepti i shtetit nuk ka lidhje me qeverinë. Shteti i dhe ne të dy, qeveria. Qeveria, shumë dakord. Edhe më mirë akoma. Elementi dytë ishin taksat dhe elementi tretë, thashu, është mungesa e transparencës, e monitorimit dhe kontrollit. Dhe këtu ngrita pik pyetjen, i kontrollon njëri rezervat tregtare të këtyre kompanive? Kë pyetja ti, analistat në studio, apo betin? Kë pyetja i kontrollon? Ngrita pyetje retorike, sepse unë flas me qytetarin që na ndjek, që ta di dhe ai. Dhe nesër qytetari shqiptar të ketë mundësi që ta ngrej këtë pyetje dhe të thotë që i kontrollon njëri këto rezervat apo si kontrollon. Aktualisht jemi në çmimin 270 unë mendoj që këta zotëri mbrohen vetë, nuk ka nevojë që t'i mbroni ju. Jo, unë s'mbroj asnjë në realitetin. S'kam që të mbrojnë, se s'jam pjesë askujt. Dhe unë daj qëndrim pak sa të ndryshëm. Nuk e vën diskutim që patjetër edhe përqendrimi i tregut, sepse përcaktimi sipas legjislacionit për një monopol apo oligopol kërkon edhe verifikimin, provat për një situatë të tillë. A është rritja e çmimit dhe ulja një element i mundshëm? Nuk dua që ti dalë në mbrojtje, për unë e shoh si një problem dhe besoj se me këtë temë jam marrë goxha edhe në fusha tjera. Jo vetëm për karburantin. Sigurisht është një problem madhor për Shqipërinë, por çmimi që ne paguajmë sot nuk është parsor pikërisht për këtë shkak. Është për shkak të barrës së lartë fiskale, të tetë ngarkuar dhe të kompleksuar për shkak të atyre taksave që përmendëm. Që t'ja bëj qefin, po e vë taksat të parën dhe këtë po e kaloj të dytën. Nuk ndryshon gjë. Janë të tre elementë. Kupton që po na i bëj qefin e, jo, them që jemi në një vend shumë të vogël ku me pak kompani nuk diskutohet që ato tregun e rregullojnë nëse vëzhguesi që duhet i rri mbi kokë. Siç e kanë, nuk bën punën që duhet. Po, më falni se unë nuk e kam zakon të ndërpres, po vetëm një fjali për këtë gjë. Jo, ai që duhet i kontrolloj, jo vetëm që si kontrollon. Po i fton dhe në një tavolinë dhe thot, ne së bashku do ta kontrollojmë tash me bordin e transparencës. Shteti, karteli më i madh, bashkë me aktorët më të mëdhenj të tregut. Për të vazhduar metaforën që zoti Spao përmendi atë të telefonit që kryeministri duhet marrë në telefon. Nuk ka rëndësi të marrën telefon. Mjafton edhe sinjale të jepen, edhe publike, edhe komunikime publike. Janë plotësisht mjaftueshme. Kryeministri doli dhe tha që po kaloi 220 lek çmimi natës, ne do të ulim me 20% akcizën. Është 219 sot çmimi i lartë i natës. Jo, dhe u dha një incentiv që ta çojnë në 220 që pastaj të ulet në 200. Nuk e tejkalon atë prag. Duhet të rritet. Kryeministri tha jam i kënaqur me importuesit sepse kemi çmimin. Po, jeni, u tha se jeni mirë, u tha. Atëherë, profesor, ndalemi këtu. Çmimi 290 lekë për litër. Në një krahasim me Italinë, Giorgia Meloni tha, çdo kompani që ka fitime shtesë në thonjza qyl, okay, që të kuptojmë, do të taktohet shtesë. Dhe Meloni është nga